Unë jam nga ata që nuk besoj që me protest ikën ky dhe vim ne. Protesta është mision i vështirë për fisnik i opozitës, s'pari rreshton opozitarët, s'dyti nëpërmjet nervit që mund të sjell protesta, ngren adrenalinën dhe vret frikën e butakëve që rrin o në blok ty ke pi kafe, ose atje në hinin e vakët të vatrës tyre dhe thonë duket pak rob, apo pat shumë rob. Nuk ka mision më të fisshëm për një opozitë se sa herë ta shoh të arsyeshme, të lajmërojmë shtetësit e saj për protestë. Pra, në 36 vite nuk ka rrëzuar as një qeveri, as një lloj proteste. Siç bëni diellën, që është antikushtetuese, edhe atë e që ngru, ai duhet të jetë transgjenore, siç i ka qef ky, diellës se di ç'është. Sapo i kanë ikur ato, kështu që. Po të shikoni se sa femra ka Senati dhe Kongresi Amerikan, do të habiteni, apo vetë Bashkimi Evropian. Por ky edhe numrin e femrave në kuvend, edhe numrin e femrave në qeveri e bën për show. Dhe i kap në nështruara, po ti shikosh gjysmën e tyre herë bën qaj në kuvend, se çfarë s'ju thot atyre. Kështu që është njeriu që edhe i ka dalë kallaj me gjithë show-n që bën, me mënyrën se si sillet, madje jo vetëm me shqiptarë, por edhe me ndërkombëtarë. Ka hangër shumë me të thënë drejtën, por besoj që shpejt do të ngopet dhe do të ketë afatin për të vjellë.